Ka qenë kosto për ty të jesh djali i Besnik Mustafait apo ka qenë privilegje dhe avantazh i madh për shumë gjëra? Më shumë se privilegj është nder, do thoja. Të ka dëshkuar ndonjëherë babi? Nuk është lehtë për një baba ta çosh fëmin në larg vetes në një dhomë 9 metra katror, një fëmijë që ç'është e vërteta si shë kujdes ndonjëherë për veten. Për 2 vite shkollën administratës kombëtare franceze. Çfarë mësove ti në atë shkollë? Të mëson të veshësh kostumin. Në moshën 26 vjeçare, Andi drejton një kompani me një vlerë portofoli mbi 45 miliardë dollar dhe 160.000 punonjës. Unë udhtoja për të zhvilluar kompaninë në Afrikë, në Azi dhe në Amerikën Latine. Ti e kthyer në Shqipëri fillimisht edhe për të qenë profesor, pedagog në universitet, edhe atje ke pasur zhgënjimin e parë kur të thanë një frazë që pse u ktheve nga Parisi në Shqipëri në këto zgjedhje dhe pse Partia Demokratike? Ndjenja e dobisë që ndjej duke bërë politik në Shqipëri është e pakrahasueshme. E sheh vetëm një ditë sekretarin e ardhshëm të Partisë Demokratike një alternativë re në atë parti? Po, shpytje shumë e vështirë për të përgjigjur kjo. Ti merr në krah 24 vjeç, një bebe. Po. Dhe pastaj u ndat, mbasi djali lindi. Si ishte java jote me djalin? Pa nënën në shtëpi? Po, ja, fillimet që katastrofike, mund bëheshin seriale. Po 12 vite që rit Gjergjën, po ama nuk i kushtove gjithë energjinë dhe bot kuptimin tënd një gruaje tjetër fikse në jetën tënde. Cili do ishte versioni yt më romantik? Unë e shoh pak si pikturë dhe poezi pasere jetën. Do thoja një shtëpi, një kasolle në pyll, në mal, në një shi pranvere. Si do ma përshkruaje bashkëstaren e jetës tënde? E personi ideal do të thoja që është personi që do doja ta tregonte jetën time. Duke ja besuar jetën tënde. Edhe unë të tregoja jetën e vet. Shumë bukur.